Zotëri Sadiku, përshëndetje dhe ju faleminderit që ndatë kohë për Gazetën Lajm. Faleminderit për mundësinë, faleminderit që jeni të mirëseardhur. Ky është mandati 5 që Azem Sadiku po kandidon për komunën e Studeniqanit. A mund të na thoni se cila është ajo përvoja juaj më e rëndësishme që ju shtyu që të kandidoni edhe një mandat? Po padyshim se gjatë tërë kohës sa jam kryet komunës Studeniqanit, jam mundu me mishe me shpirt që të realizojmë sa ma shumë projekte, që të lehtësojmë jetën e qytetarëve të komunës Studeniqanit, dhe deri diku ja kemi arrit qëllimit, mirë po është edhe një arsye tjetër pse unë vazhdoj përsëri të jem kandidat i komunës, por kësaj radhe si kandidat i pavarur. Unë dhe ekipi im profesional që i kam krahë gjatë këtu në komunë, më thonë kemi bërë gjithçka, kemi realizu shumë projekte. Kemi realizu projekte të infrastrukturës, projekte në sferën e arsimit, projekte për rinin dhe sportin, dhe përsëri tani veçmo komuna e Studeniqanit, atë premtimin që unë e kam dhënë se do ta bëj komunën e Studeniqanit shembull se si një komunë shqiptare mund të jetë shumë e suksesshme dhe me punë të pandalur. Tani ju them qytetarëve se komuna e Studeniqanit tani më e ka marrë atë hovin e madh të zhvillimit të pandalshëm. Tani komuna e Studeniqanit ka fillu realizimin e projekteve gjigante, kapitale, që gjatë këtij mandati mendoj se do të jemi komuna numër 1 në Maqedoni që e ka marrë tash hovin e madh të zhvillimit të pandalur. Çfarë ju veçon juve nga kandidatët e tjerë? Cili është programi juaj kësaj radhe për këtë mandat? Programi im është shumë i hapur dhe e kam bërë gjithmonë unë programin tim e bëjnë bashkëpunim me qytetarët. Me thonë, fillim ju kemi dhënë prioritet aty në punëve që janë më të rëndësishme për qytetarët, dhe besoj që edhe ju që jeni jashtë nga komuna jonë, kur vini në Studeniqan, e shifni se ndryshimi të ne është shumë i madh. Ndryshimin që po e kërkojnë ata të tjerët, ndryshimin komunën tonë ka ardhur në vitin 2013. Vendbanimet e komunës tonë kanë qenë të lënuna anash, kanë qenë me baltë, me pluhur, kurse tani vendbanimet e komunës Studeniqanit janë me rrugë të ndërtuara, me sistem të ujësjellësit, me sistem të kanalizimit fekal, me rregullimin e shtratit lumeve dhe kështu me radhë. Dhe unë zotohem se edhe në të ardhmen do të vazhdojmë me këto projekte. Ne tani kemi filluar shumë projekte të rëndësishme. Jemi në përfundim një projektit shumë madh që i lidh vendbanimet e malësisë Karshiakës, nga fshati Ujë Kuq deri në lak 6.5 km asfaltim 3 kemi bërë, dhe me këtë projekt duam që t'i hapim dyrët e mëdha të komunës tonë për zhvillimin e turizmit malor. Neve Zoti na ka dhënë një vend shumë bukur që Shkupi me rrethin nuk e ka askund, dhe me këtë projekt që ne po e ndërtojmë, më thonë, është mundësia e ndërtimit të restoranteve, hoteleve dhe kështu me radhë. Me gjitha projektet që ne i realizojmë, thonë, ja kemi shtu vlerën e vendbanimit, vlerën e tokës ndërtimore, vlerën, dhe këtë është në dobi të qytetarëve, padyshim. Tash në fshatin Batinc jemi duke ndërtuar urë 16 metra mbi lumin e Markut, që të bëhet hyrje e re për vendbanimin e Batincës, sidomos për këtë pjesë të lartë fshatit Batinc Dreshnic. Ne fillojmë projektin e lidhjes komunës tonë me autostradën Miqësia. Tani veçmo i kemi siguru gjitha punët procedurale që ky projekt do të fillon dhe do të bëhen 4 kilometra rrugë asfaltuar. Gjatë këtij mandatit unë zotohem se definitivisht do ta lidhim komunën tonë, po ashtu është një projekt që i jep hof zhvillimit, po edhe investimeve edhe nga vendi, po edhe nga jashtë.
Për fshatin Moron jemi duke hapur rrugë 3. Përsëri është një vend që kanë qenë do toka ndërtimore të bllokuara, tash bëhen potencial për shtimin e vendbanimeve dhe për investime tjera. Projekt tjetër shumë i rëndësishëm që tash gjatë fushatës edhe po keq përdoret, definitivisht Komuna e Studeniçanit është duke zgjidhur problemin me ujin e pishëm nga liqenet e Sallakovës. Këto nuk janë vetëm fjalë, po këto janë vepra që ne në teren i kemi fillu. Gjatë këtij 4 vjeçarit kaluar, unë e kam fillu këtë projekt, është bërë që nga burimi punimet dhe 5 kilometra gypi kryesor është i kryer. Tani kemi bërë marrëveshjen tjetër për vazhdimin e këtij projekti që do të bëhet edhe 8 kilometër. Ky ujësiellës do të vjen për vendbanimet e poshtë, po edhe ai 8 kilometrësh i tjetër që do të ngel deri në përfundimin e këtij projekti kapital, edhe për atë i kam siguruar mjetet dhe gjitha punët janë gatshme dhe brenda këtij mandati problem me ujin nuk do të kenë as fshatrat e Malësisë, Koliçani e këto vendbanimet më të larta. Po me këtë projekt ne do të zgjidhim edhe problemin me ujë që ka fshati Draçevic dhe një pjesë e fshatit Batinj Dreshnica. Kur them këto nuk janë vetëm fjalë po vepra, them se duke fillu nga projekti, nga sigurimi i mjeteve, 30 milion që është investuar në këtë mandat, edhe 103 milion tjera që janë të siguruara dhe që do të përfundon definitivisht gjatë këtij mandati që besoj se qytetarët do të më japin besimin përsëri. Zotëri Sadik, duke qenë se shumë banor të fshatrave përreth merren me bujqësi, a keni ndonjë plan konkret për të ndihmuar këtë sektor, sepse unë vetë personalisht kam qenë dëshmitare kur kanë ndodhur vërshimet, dëmet që kanë pësuar? Po është të vërtet se fshati Studeniçan Moron, po edhe një pjesë e fshatit Batinj merren me bujqësi dhe na gëzon fakti që vitet e fundit nuk ka më ara që i kanë lënë ledin, po gjitha po punohen. Komuna vazhdimsi është mundu brenda mundësive të veta që i kemi me mjete buxhetore që ta pastrojmë kanalin e hapur që kalon përmes fushës pjellore në Studeniçanit dhe të Moronës. Dhe ne gjatë këtij viti kemi bërë një aksion shumë madh dhe janë investuar dikun 8.5 milion denar dhe është bërë pastrimi detali këtij kanali që më parë ka pas raste që gjatë vërshimeve janë mbuluar me ujë edhe tokat e bujqësisë. Me këtë punë që e kemi kryer, unë ju garantoj se brenda 10 vjetë që të ardhshëm nuk do të ketë më mundësi që të bëhen vërshime të tilla. Tash Zoti mos na dhasht ndonjë fatkeqësi shumë e madhe, mirë po ne i kemi bërë punën tonë dhe besoj që kanali është tepër mirë i pastruar dhe ne do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Më thonë që krijojmë kushte. Ne në plan programe kemi që gjitha rrugët që shkojnë nëpër tokat pjellore që i punojnë bashkë vendasit e mi, do t'i rregullojmë të gjitha. Tash me këtë projektin që e përmenda për fshatin Idrizov që do të ndërtohet rruga kryesore dhe asfaltim, kjo kalon përmes gjithë kësaj toke që është e fshatit Studeniçan. Po edhe rrugët anësore që janë nëpër tokat ndërtimore do t'i merremetojmë, kështu që qytetarët që krijojnë kushte dhe lëvizje më të mirë deri te tokat bujqësore. Një problem që banorët po i quajnë që po përballen ende është edhe transporti publik. Pse është kjo mungesë e transportit publik? A keni ndonjë plan për ta zgjidhur këtë se po posojnë më të rinj, po posojnë studentët sidomos? Kështu, ne edhe pse jemi jashtë qytetit Shkupit, si komunë Studeniçani përpara vitit 1996, ka qenë pjesë e qytetit Shkupit, pjesë e komunës Kisillavot. Tash, ne përsëri disa gjëra i kemi të përbashkëta me qytetin e Shkupit. Sa i përket transportit publik,
ne kemi marrëveshje me Këshillin e qytetit Shkupit dhe me ndërmarrjen për transport publik. Dhe ne si komunë, atë marrëveshje më përpikmëri e respektojmë, duke paguar ndërmarrjes për transport publik koncesion mujor. Për çdo muj ne i paguajmë koncesion ndërmarrjes për transport publik për gjitha linjat që i qarkullojnë autobuset në përvendbanimet tona. Mirë po, gjithmonë ka pasur problem, po sidomos këtë 4 vjeçarin e fundit, me ardhjen e kësaj zonjës që ishte në krye të qytetit Shkupit, dhe i ka shkatru definitivisht gjitha ndërmarrjet publike që janë në kompetencat qytetit Shkupit. Para mendoni neve çfarë provokimi na bëjnë me 1 shtator, ato na ndalin minibusin që shkon për fshatin Cvetov, për fshatin Pagarush, Vërtëkic. Dhe ne, edhe pse është obligimi tyre ligjor, pasi që kemi pas marrëveshje që të qarkullojnë këto. Fshati Cvetov vetëm nxënës të shkollës mesme i ka mbi 30 nxënës. Dhe jemi detyruar që ta lëshojmë një autobus që e kemi në komunë, që deri sa të zgjidhen këto probleme, mos t'i lëmë nxënësit ashtu pa transport publik. Ata kanë shku edhe më tutje se në vendbanimet më të mëdha, Studenicioni nuk o fshat, Studenicioni tash i ka 8.000 banor. Ata kanë bo edhe shkurtimin e linjave më kryesore që janë nevojshme, sidomos gjatë mëngjesit, gjatë drekës dhe gjatë mbrëmjes. Në Studenicioni kanë shkurtu në Batinc, Moran. Edhe pse kanë bo përpjekjet pandalshme që t'intervenojmë, mirë po, si duket ka gisht edhe politika këtu. Me kas t'i bojnë këto, sidomos tash këtë fushatën parazgjedhore, që të bëhet revolt ndaj qytetarëve. Unë ju them se duhet edhe pak durojmë, pasi që me ndryshimin e strukturave në qytetin e Shkupit, edhe kjo ndërmarrje, si edhe ndërmarrje tjera, do të funksionojnë normal dhe ato që i kemi obligime dhe kontratat përhershme duhet respektohen. Ne nga ana jonë gjitha ato i respektojmë, kurse po na bëhen padrejtësi nga ana e tyre. Zotri Sadiki, në fund të atë ju pyes se përse banorët e komunës së Studeniçanit duhet të ju votojnë juve? Banorët e komunës së Studeniçanit janë njerëz shumë të mirë. Jo pse ata kundërshtarët e mi thonë Azemi ka qenë 4 mandate, po Azemi ka qenë. Mirë po Azemi ka dalë në çdo 4 vjet në zgjedhje. Dhe Azemi e ka pas për krajën e qytetarëve në vazhdimsi. Unë besoj dhe jam shumë i bindur se edhe kësaj radhe qytetarët duhet votojnë për mu dhe do të votojnë, pasi që për mu flasin veprat, për mu flasin projektet e realizuara që qytetarët për çdo ditë i shohin, i përdorin dhe i shijojnë. Nuk mund asnjëri nga kandidatët që t'i bëjnë ata tërkohen, asnjëri nga kundër kandidatët e mi nuk ka paraqitur ende plan program se çka i ofrojnë qytetarëve. Ata gjatë tërë fushatës merren me mua. Azemi s'ka punu, ose deri shkojnë në atë masa që ata i ofendojnë edhe rënd qytetarët. Kinse unë i blej votat me plaka Bekatoni. Ju lutem, ata qytetarët ma kanë dhënë mu mandatin 2013, kur ka qenë gjithë s'ka e lanë kështu balë të plonë Studenicion. Ata qytetarëve që unë ja ndërtoj rrugët për çdo ditë, në vazhdimsi, ata besoj që puna kryesore që ma japin mu mandatin, ata din të vlerësojnë punën dhe asgjë tjetër. Nuk është në pyetje ose unë kam pas në një parti shumë të fortë që më ka qëndru mbrapa, unë i kam mund kur ata kanë qenë në kulmin e pushtetit. Para 4 vjetëve kandidatin e BDI-s unë e kam fitu kur për atë ka bë fushat e gjithë qeveria, e gjithë policia, edhe komplet përsëri ka mund. Dhe unë tash përsëri jam kandidat që s'kam asnjë parti, jam i pavarur. Dhe përsëri me besimin që kam të qytetarëve, besoj se fitoria nuk është as që është në pikpyetje, mirë po e gjithë koncentrimi me takimet që i kam përzodit me qytetarët, ne do ta kryejmë punën në raundin e parë kismet.
Ju faleminderit dhe ju uroj suksese. Faleminderit juve.